Të gjitha falënderimet, adhurimet tona i takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Vetëm ata e falënderojmë, vetëm prej atij e kërkojmë ndihmën. Ata që i madhi Zoti drejton, askush nuk mund ta devijojë. Ndërsa ata që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lajnë humje, askush s'mund ta ndihmojë përveç Allahut. Të gjithë bashkë dëshmojmë se Allahu është i vetëm i pashok që meriton adhurimet, që meriton të shtrihet dora për ndihmë, dhe dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe i dërguar i Zotit, të cilin Allahu na e ka sjellë me Kur'anin, dallues i të vërtetës nga e shtremra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë përmbi të gjithë ju që jeni sot bashkë në këtë xhami. Allahun e falenderojmë që na e mundsoi edhe një ditë të hajrit, të mirë, të rahmetit, ditë begatis, të mëshirës edhe të faljes madhe. Atje ku besimtarët dhe besimtaret janë bashkë, atje është dhe dora e Zotit xhele xhelaluhu. Atje është mëshira e Zotit dhe inshallah e marrim mëshirën dhe rahmetin e Zotit në këtë ditë xhamaje. Ajeti që përmendëm gjithsej janë dy fjalë. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dhe silluni mirë ndaj gravet me sjellje të mirë. Kujdesuni për to dhe silluni mirë ndaj tyre. Është një lidhje e fortë, e jashtëzakonshme me fuqinë dhe kuvetin e të Madhit Zot, bashkimi një burri dhe një gruaje. Është lidhje që e autorizon apo e vullos i Madhi Zot në arsh. Është lidhje që kërkon një kujdes të madh nga të dy palët. Nëse duan që të vazhdojë kjo lidhje, do kujdes shumë të madh për të dy palët. Dhe e kujtuam sot këtë ajet Kur'anit, duke pas parasysh se shumica e burrave mas edhe nuk i din disa obligime që kanë ndaj bashkëshorteve të veta. Allahu na ruaj, disa mund të udhëhiqen edhe nga disa mentalitete zakonore apo tradita të shoqënisë re apo të shoqënisë vjetër. Ajo që duam ne të themi këtu sot është ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajo që thot Allahu në Kur'anin e madhrueshëm. Edhe ky është hajri, kjo është begatia, kjo është gjatësia e një çifti, kjo është hajri edhe i fëmijëve që do vënë prej këtij çifti. Pra, për burrin duhet kujdes i madh. Elhamdulillahi alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatihi min khifatihi. Është një dua vëllezër që bëhet zakonisht kur ka rrufe. Elhamdulillahi alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatihi min khifatihi. Është ajeti i Kur'anit dhe njëri prej shokëve më të afërt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, betohet në Zotin se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ai që e bën këtë dua nuk e prek rrufeja. Allahu inshallah të na pranojë lutjen tonë. Mund të shkruajmë mas xhumaja apo nëpër telefona, na shkruani sepse është lutje mbrojtëse për veten, po edhe për pjesëtarët e familjes apo në rrugë apo kudo që të jesh. Dhe burri ka një përgjegjësi të madhe kur i del për Zot martesës tij. Kur themi përgjegjësi të madhe, themi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot do të përgjigjet njeriu dhe do të dalë përpara Zotit. Do të merret në llogari. Dhe llogaria e këtij njeriu do të jetë kaq e rrept sa që do të thot, o Allah, mos kisha qenë përgjegjës për dy veta. Pra mjafton bashkëshortje që ta kesh, edhe llogaria do të jetë e rrept. Ndërsa për atë djalin besimtar, burrin besimtar, që ka hecë si mas asaj që thot Allahu xhele xhelaluhu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe kaloni jetë mirë me ta. Kujdesuni për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e lamtumirës, domethënë ishte haxhi i fundit,
këshillat e fundit që i jepte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga këto këshilla ka qenë për burrat. O ju burra, tha, kini kujdes, tha, kujdesuni për gratë, sepse Zoti ju a ka lënë amanet. Juve, tha, ju ka bën përgjegjës për gratë dhe ju jeni përgjegjësa për ata, më u kujdes për ata. Më u kujdes për ata. Me i majt me drejtësi ata. Ajo që detyra kryesore e secilit prej nesh është që bashkëshortën që i ka ra për pjesë të mojt të afrojt tek Zoti. Dhe unë po ju them se nga gëzimet e mëdha që kam pas në jetë në kësaj bote, ka qenë gëzimi kur bashkëshortja ime ka filluar të fal namaz. Nuk ka gjë më të mirë që një gru fillon e fal namazin. Dhe burri që i ka mësu disa çështje të fesë, me ja mësu bashkëshortës, si këte e ka detyrën kryesore. Detyrën kryesore ndaj bashkëshortës së tij. Pse? Se inshallah kur bëjmë lutjen për këtë çift, themi o Zot, ta ketë bashkëshortën jetë në kësaj bote, po ta ketë edhe në xhenet. Ta ketë edhe në xhenet. Që ajo prapë të jetë bashkëshortja jote edhe në xhenet. Po si është? Duke fal namazin bashkë, duke agjeru bashkë, duke kry vepra të mira bashkë, duke i edukuar të fëmijë bashkë. Kështu edhe ajo do jetë bashkë me ty në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kujdesuni për to, sepse janë amanet. E ne keni parasysh, baba më shpejt vet, nona më shpejt vet, fëmijët më shpejt vet. Ajo doket si shpejt huj. Edhe përgjegjësi kryesor të i e për atë. I shoh sot në për disa dasma që disa burra bëjnë gabimet rona, që nuk vën më u këshillu me ne. Disa lojna të rrezikshme. Edhe me sa i kam pa, e kanë prish, janë da në atë ceremoninë e dasmës. Pa fillu hish. Pse? Pa bismillah. Tjetri më shpoll atë në mes dasmës, bashkëshortes. Po pse burr? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mos i trajtoni si skllave, se nuk janë skllave, po janë një amanet. E ka ngrejt Allahu xhele xhelal nga shpeja huj aty larg